Unë doja do të pyesja pastor, cila nga këto 30 krishtlindje të misionit tënd, apo ndoshta edhe më përpara, po them, është krishtlindja më e veçantë, me një histori Përveç kësaj të këtij viti që është e 30. Kjo është jubilar, është 30, patjetër. Wow. Po jam shumë kurioz të Doja të them një herë. 2 krishtlindje të veçanta. Okej. Një nga krishtlindjet e veçanta ka qenë kur kam qenë fëmijë. Po. Fëmijë këtu në Tiranë, madje gjatë kohës komunizmit besoj. Po. Po. Dhe shtëpia jon ka qenë shumë pranë ambienteve që ne po bëjmë bisedën tani këtu. Po. Kujtoj që gjyshja ime Vasilika kishte shtru tavolinën, kishte bërë një kek veçantë, kishte bë maksimumin e vet, unë isha fëmijë. Po e shikoja, domthonë tavolinën ishte e zbukuruar, edhe ishte ndez një qeri. Po përveç kësaj, ishte diçka interesante. Ne ishim 6 pjesëtarë në familje, pra gjyshja, babai, mamaja, unë, mami, më fal edhe motra ime, pra 2 fëmijë. Mirë po ishin 7 karrige. Edhe 7 enë, edhe 7 pjata, 7 Të gjitha ato zbukurime, serviset e servisi, po 7 servise. Se s'po vjen fjalë. I them nëna, i them, po e karrige pse s'vën aty? I dhe gjyshi, thoma i dhe më thot. Kili mu nga Greqishe, se ne vim nga një, pra unë kam një në Tiranë dhe babai më ka një në Tiranë, po vim nga një fshat minoritar. Jeni me origjinë minoritar. Po. Më thot kili mu, kili im. Thot, ajo karrige aty thot është për Zotin. Ne nuk e shikojmë, thot, nuk mund ta prekim, por e dim që ai vjen gjithmonë. Edhe sot është një ditë shumë e veçantë se ne kujtojmë ditëlindjen e ardhjes tij në botë. Kjo histori ngeli si një histori. Edhe kjo për mua, për gjatë gjithë këtij udhëtimi më vonë, ajo karriga bosh, po themi. Ajo karriga bosh me pjatën që kishte ushqim. Edhe me, pra ishte ideja simbolikës për të kthyer në vetëdijen tonë si familje që edhe në kohët më të errta të historisë tonë, edhe në kohën e dimrit të vetmisë së madhe të shqiptarëve, ku Zoti ishte i refuzuar, kleri ishte i gjykuar, feja ishte e ndaluar. Në familjen tonë, neve kishim një hapësirë dhe një vend ku mirëprisnim Zotin. Po një sekondë, se ishte feja e ndaluar, nuk ishte rrezik i madh kjo që bëni ju? Absolutisht po. Ishte rrezik i madh. Pra kjo besoj është pas 67-s, patjetër. Patjetër. Ishte pas 67-s, ishte rrezik i madh, por ne porositeshim gjithmonë. Sa herë që gjyshim tregonte një ngjarje nga ungjit. Që kur dal jashtë të luaj me shokët, mos e tregoj shokët. Mos ta tregosh shokëve këtë histori. Sepse na krijon probleme po. Si ka ndikuar pikërisht ky ndalimi i fes, pastor, tek mënyra se si shqiptarët praktikojnë fen, mënyrën se si besojnë, se si e shohin. Përpara se të kalojmë tek Krishtlindja e dytë dhe ju kërkoj ndjes. Me jemi te komunizmi, okay. Ishim tek ky diskutim. Ndalimi i fes. Zakonisht njeriu gjëra që i ndalohen është i prirur t'i kërkojmë më forcë. Unë kujtoj vitin 90-91 kur u hap Shqipëria për besimin, për lirinë e fjalës, lirinë e ndërgjegjës, burgosuri dolën nga burgjet. Kishte një uri të jashtëzakonshme, uri të madhe, uri për besimin në Zot, për Zotin, për ta njohur Zotin si është. Si është ky Zoti që na ka ndaluar ta besojmë, sepse u rrit një brez ose më saktë disa breza nga 67-a deri në 91-shin pa Zotin, pa besimin, pa ritualin, pa traditën, pa këto festat për cilat na tregojmë, pa mesazhin që marrim nga krishterimi. Imagjino domethënë se si do të ishte bota pa një mesazh të tipit: nëse dikush godet në një rënang, kthej anën tjetër. Bëj për të tjerët atë që do doje që të tjerët të bënin për ty. Mbase dikush thotë që pastor për këtë, sa reale është kjo në botën e praktikantëve të vërtet të besimit. A ta diskutojmë këtë gjë. Por a do të ishte bota më e mirë pa Krishtin? A do të ishte bota më solidare me njerëzit në nevojë? A do të ishte bota më e lirë pa mesazhin e ungjillit? Nuk kemi nevojë që ta pasurojmë me pyetje akoma më të tjera, pasi i kthehemi historisë së Shqipërisë. Si ishte Shqipëria dhe historia jonë gjatë periudhës ku marksizmi dhe komunizmi sunduan vendin? Si është historia e koreanëve të veriut, pikërisht tani në Korenë e Veriut, ose kubanezëve në Kubë. Po ne jemi internacionalizuar këto vitet e fundit. Kështu që si jetoni shqiptarët në atë kohë? Unë kujtoj gjyshin tim. Mirë, okay, të replikoj, okay, që mos të ndërpres dhe pastaj do të replikoj. Mos të ndërpres, po. Kujtoj gjyshin që në orën 4:30 mëngjesit dilte i shkreti ose i bekuari. Dhe mbante radhën e qumshit për cjell 1 litër qumësh që ne të kishim gotë qumësh mëngjes.
Tani mund të replikojmë sa duam. Megjithatë, unë mendoj, po jo vetëm unë, që bota greko-romake ishte shumë e mirë se sa mesjeta. Mesjeta e krishterë. Bota greko-romake e kujt shekulli? Pagane. E kujt shekulli? Po, se ditë është hajde kapim 1000 vjeta, 1500 vjeta ka zgjata ajo, se nuk e di. Por po them, në pikun e saj ose në mesataren e saj po flasim. Besoj unë që ishte shumë e mirë se sa mesjeta e sunduar nga problemi është klerikalizmi, po them. Po, dakor, problemi është këtë besim. Jo për fajt e Krishtit. Jo për fajt e Krishtit. Sekond. Jo për fajt e Krishtit. Jam dakord. E kuptoj. Këtë besim duhet ta mbështesësh në disa fakte. Pra disa fakte historike që duhet t'i sjellim këtu në tryez për t'i analizuar. Pra të mungojnë faktet. Bota greko-romake ka pas luftra pafund, ka pas nënshtrim pafund, ashtu quajtura Pax Romana që njihet si e vetmja periudhë ku luftrat munguan ishte periudha e 200 viteve, shekulli i parë, shekulli i dytë pas Krishtit, pasi Jezusi lind, për shkak të diktatit ligjit të Romës dhe ushtrimit të sundimit absolut të perandorisë së Romës, nuk ishte luftra në këto dy shekujt e parë, përveç disa kryengritjeve sporadike që kishte në momente të caktuara në histori. Por ne bëjmë gabimi është ky. E kemi demonizuar dhe përbaltur kaq shumë mesjetën, edhe dini se kur është bërë, çfarë periudhë është bërë përbaltja dhe demonizimi i mesjetës? Gjatë komunizmit. Jo. Është bërë kryesisht në të njëjtën periudhë që është bërë demonizimi i patriarkatit. Është bërë lufta që ju shpall patriarkatit veçanërisht në vitet 60, nëpërmjet revolucionit seksual, lëvizjes feministe, gjithë këtyre historive të tjera, nevoja për lirinë e gruas, çlirimin e saj, por që lidhet me marksizmin, sepse në thelb Marksi ishte pikërisht filozofi i cili vjen me deklarimin që atë që profetët nuk ishin gjendje ta bënin, pra folën për një botë më të mirë, folën për një shoqëri më të mirë njerëzore, sollën premtime të cilat asnjëherë nuk erdhën në megjithëse kjo që un po them, ne do ta bëjmë si do ta bëjmë nëpërmjet dhunës, nëpërmjet luftës. Pra, si quhet shteti shqiptar në atë? Diktatura, shteti i diktaturës së proletariatit. Pra diktatur, për çfarë flet fjala diktatur? Diktatur. Flet për forcën e ligjit. Që do thotë, në këtë rast, lufta e klasave dhe gjithë historia që lidhet me idenë e stabilizimit të një rendi të ri, lidhet me çfarë? Lidhet me rrëmbimin e lirisë. Lirisë së ndërgjegjes, lirisë së shprehjes, lirisë së mendimit, lirisë së fesë, sepse lufta ishte me fen. Feja mban në këmbë kë? Mban në këmbë patriarkatin, po mban në këmbë gjithashtu dhe monarkin në perceptimin e sistemit udhëheqjes shteteve. Tani, nëse i kthehemi përmbysjes së madhe që ndodhi me revolucionin francez e këtej, prodhimi de facto që ndodhi në një përpjekje të skajshme për të ndërtuar shtetin, konkludoi në një përpjekje të jashtëzakonshme të shoqërisë njerëzore të kohës për të ndërtuar diçka të re, diçka nga e para, por duke rrëmbyer lirinë. Pra ajo që na ushit në si liri, në thelb ishte diktaturë. Okej. Nuk di po më kupton apo. Pra, kuptoj shumë mirë. Çfarë ndodhi me nënat tona gjatë periudhës së komunizmit? Nëse nëna ishte figura më e nderuar, patriarkja e familjes së shtëpisë. Dhe ishte presupozuar të kujdesej për familjen, të edukonte fëmijët, të ndërtonte dimensionin socio-kulturor dhe shpirtëror brenda mikrokozmosit të saj që ishte familja e vet. Duke nxjerrë nënën nga shtëpia, që ta fuqizonim nënën, gruan, se gruaja ishte forcë e madhe, pra kjo ishte pa rrulla, gruaja është forcë e madhe. Gruaja u bë skllave e fabrikave, e uzinave, mamaja ime ndjer punonte me 2 turna në uzinë traktore në Kotën Verit. Dhe mua më rriti nëna gjyshja, edhe gjyshi, po unë kisha fatin që kisha gjyshin dhe gjyshen, sepse pjesa më e madhe e shokëve dhe shoqeve të mia, ke kanatierja këtu, ke rripi kanatierës, ishte një çelës që vare i lidhur me spango. Sa shpesh e tregojnë këtë histori. Po nuk e dini këtë pjesë, nuk e dini edhe s'keni faq që nuk e dini domethënë. Por unë isha i përkthjelur për shumë arsye, edhe për faktin që në familjen tonë nga babai dhe mamaja ime kishin lindur 3 djemë të tjerë që nuk jetuan. Unë isha i 4-ti që linda dhe i pari që jetova, dhe isha si ujtë e pakët në familje. Shenjë. Por fakti ishte ky, që kaq djemë e vajza që u rritën në rrugë. Natyrisht që
shteti ishte shumë i fortë sa shteti sot. Nuk ishte fëmijë që vriteshin tek oborret e shkollës nga shokët e tyre me thik siç vriten sot. Dhe nuk ishte arsimtar të pandjeshëm, pra kishte shumë elemente pozitive në atë kohë, se nuk do të demonizojmë dhe të shqyrtojmë gjithçka. Kjo për më tepër është koha ku ne po jetojmë edhe duhet. Pra mësuese që un kam pas kujdestare, që zysha fillore, oralite, që e ka pas shpinë këtu ke gastronomi, ke rruga Dibrës, në një rrugic, apo zysh Dëshira Ziu, që ka një zyrë kujdestare 9 vjeçare, e 8 vjeçares në atë kohë, zysha biologjisë. Ato për ne ishin nëna. Ne i shikonim në sy dhe ato na shikonin në sy dhe na kuptonin më herë se ku çalonte historia, kupton? Dhe sot fatkeqësisht mësuesi nuk është më edukator, nuk edukon brezin. Për çfarë bën? Bën punën, po bën atë punën e vet, duke lexuar ato kurrikulat me zgjedhje apo pas zgjedhje, për cilat më flasim çik më vonë për. Po, do flasim patjetër, do i prekim edhe kurrikula. Jemi duke tuar në një bjerrje të thellë shoqërore dhe kulturore, por në thelb çfarë bëri marksizmi kulturor dhe marksizmi i stabilizuar nëpërmjet sistemit në Shqipëri? E nxori gruan jashtë shtëpisë me premtimin që do ta fuqizonte dhe vërtet që patëm gra që u bën arsimtare, patëm gra që u bën inxhinier. A nuk është e mirë kjo në fund të ditës? Ja t'ju them. Për ato të drejta që gratë në vende të tjera kishin luftuar, i donin punonin edhe ato. Kjo është e mirë, shikoni, kjo është e mirë kur është brenda kornizës së lirisë, por kur bëhet detyrim, kur bëhet diktat, kur bëhet normë e detyruar. Pra, imagjino gruaja me shtatzan, gruaja me bar, pra do të shkonte të punonte deri javën e fundit në punë. Ke pas lere qytetin e uzinat, fabrikat e tjera. Po edhe në kooperativa. Po në ferm, gratë që punonin tokën. E ishin shtatzan. Tani historia është e tillë që Marksi erdhi me teorinë ta bëjmë atë që dështoi kisha të bënte, atë që dështoi monarkia dhe kapitalizmi për të bërë, mirë po pezulloi lirin. Pra Marksi e vetmja mënyrë për ta bërë ishte nëpërmjet diktatit dhe dhunës. Ti ke shumë të drejtë në replikën tënde. Dhe unë jam i thar i liris. Po unë e kisha Nietzscheane kritikën, se kisha marksiste. Po ti e çove aty ku doje vetë. Jo, s'ka problem. Are e trajtojmë. Unë prandaj të thash me Nietzsche, e trajtojmë me Nietzsche. Të thash paganizmin greko-romak, nuk të thash shfrytëzimin e tjerë. Pavarësisht se ti e ndërtove shumë mirë atë. Atëherë, narrativën time. Atëherë, me që unë e kisha tjetër punë. Jo, dakor. Ja një sekond, më 2 minuta. Dhe do ta thuash edhe Krishtlindjen në ty, se s'më ikën Krishtlindjet. Po kemi mundësi, si ta themi patjetër. Paganizmi greko-romak, nëse do të ishte një model i kulluar ose modeli më i mirë i qeverisjes dhe i ndërtimit të një sistemi shoqëror, atëherë nuk do të ishte nevojshme që të zëvendësohej nga diçka që njerëzit menduan që do të ishte akoma më e mirë. Pra nuk do të mrinin në mesjet që njohim si një periudhë historike. Po. Nëse njeriu do të ishte i furnizuar shpirtërisht, kulturalisht, në demokraci me perceptimin e lirisë siç e perceptonte në kohën e qytetërimit greko-romak. Pra ky qytetërim do të mbetet dhe nuk do të zëvendësohej. Pra sepse në fund ditës të bie edhe teoria e evolucionit apo. Sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me një evolucion të ashtuquar, evolucion darwinian të specieve, por kemi të bëjmë dhe me një evolucion mendimi që duhet eci për krah evolucionit në shumësinë e vet të perceptimit të tij. Unë mendoj që një nga dëmet më të mëdha që postmodernitetit i ka sjell është A nuk është dhe po përdor fjalët e Nietzsches, që të jemi qartë për ata që më dëgjojnë se mos mendojnë që janë fjalët e mia këto, janë të Nietzsches, gjithmonë citojmë. Dhe unë në fakt kam lexuar studime të cilat i parafrojnë des Nietzsches që krishtërimi u kthye pavarësisht si nisi dhe jo për faj të Krishtit, e theksoi këtë, u kthye në fen e skleverëve. Shikoni, Nietzsche A është feja e skleverëve historikisht? Mua më intrigon shumë Nietzsche, sepse mendimi i tij për të thyer tabut dhe për të si një antikonformist i madh i mendimit, se nuk ka qenë lehtë domosdoshmë që të vinte Nietzsche në kohën që erdhi me mendimet e tij dhe nuk ka qenë i vetmi. Sigurisht nuk ka qenë i vetmi. Nietzsche deklaroi që Krishti ishte krishteri i fundit që ka jetuar ndonjëherë, pasi ai vjen me atë që zhgënjim të madh, të cilin e percepton si një realitet mundues që e gjeti në
kishën e krishterë dhe në sistemin monarkik kryesisht të periudhave ku ai jetoi apo periudhave përpara se ai jetonte. Nietzsche nuk do ta shikojmë si një person të përsosur, ai ishte në kërkim të realitetit, në kërkim të së vërtetës. Deklarata e tij e madhe mbi idenë që Zoti ka vdekur në thelb nuk është ajo pikërisht siç e lexon njerëzit. Ajo nuk ka lidhje me krishterimin. Në ligjërat të drejtë. Jo. Por në thelb lidhet me idenë që unë shoh Zotin të vdekur, ndërsa shikoj njerëzit që i bien buris në realitetin e tyre të praktikës së besimit në Zot. Është konstatim. Pra, nëse të krishterët, dhe këtu jam dakord me Nietzsche, nëse të krishterët do të praktikonin fjalën e Krishtit në ligjërat të drejtë, atëherë unë nuk kam nevojë fare të shtroj pyetjen a do të ishte më e mirë apo jo më e mirë bota në cilën jetojmë. Absolutisht që po. Pra, prap tek Marksi me u kthy ke Marksi. Aty te Marksi mos i nga Marksi. Po lidhet me Nietzsche më. E kuptoj, po sepse të dy konvergojnë. Shikoni tani, konvergojnë bashkë dhe në këtë pikë. Dhe ne i morëm bashkë dhe tham, "Are ta ndryshojmë botën dhe duke ndryshuar njeriu nëpërmjet ligjit." Është çike vështirë me ndryshuar njeriu nëpërmjet ligjit se njeriu nuk është thjesht i vendosur në një linjë lineare fizike, edhe nuk është thjesht një automat, nuk është një bulon. Siç e trajton një makineri që thjesht i shtyp butonin edhe te kohët moderne tek ai filmi me ato bulonat, e ke parasysh? Njeriu nuk është një bulon, njeriu nuk është thjesht disa grimcash protonesh edhe neutronesh të sjellura së bashku nga një rastësi e disa miliarda viteve më parë të një shpërthimi me blushin kemi pas debate për këtë çështje se blushi vjen si ateist, unë si ateist dhe i kam thënë, m'fal, nuk është më lehtë me besu në Zot se sa mos me besu në Zot. Më thot, pse? Ma trego si është e mundur. I them, po ju thoni që në fillim ishte asgjë. Apo jo? Dhe asgjëja shpërtheu. Sa racionale është kjo? Pra në fillim asgjëja ishte asgjë. Nuk shpërthej asgjë. Ishte hiçi. Po në filozofi hiçi nuk është hiçozim, pra nuk është asgjë hiçi. Në filozofi. Por në ateizëm hiçi është asgjë. Pra në fillim ishte asgjë dhe asgjë është shpërtheu. Tani sa e arsyeshme është kjo për inteligjencën e një njeriu me një inteligjencë mesatare. Është e paarsyeshme për mua të mendoj që në fillim pas kërkisht qenë asgjë dhe asgjëja përplas dy shkëndijat e para bazë nga marrim gjithashtu dhe shpërthimin e madh të disa miliarda vite. Kjo është është një aksion më fetare se sa vetë feja. Pra ky është ateizmi predikativ që imponon bindje në nështrim dhe kur vjen nëpërmjet Marksit dhe ideologjisë komuniste, siç na erdhi ne, impononte një nënshtrim më të madh të arsyes se sa fton besimin në Zot. E kuptoj. Kështu që këtu tash i takohet Marksi. Pra bëhet më fetar se sa feja në sensin që sepse të kërkon nënshtrim nëpërmjet dhunës, harroi lirinë. Pra në këtë rast Fromm, një filozof tjetër thot, njeriu thot nuk është një automat. Në të kundërt thot nuk do të dashuronte. Do silleshim gjithë si robot, njësoj. Por njeriu thot nuk do ta kishte pjesën irracionale, po themi, atë që ne e quajmë racionale. Nuk do të kishte një vullnet për të shprehur. Po. Nëse unë do të isha një automat, do të isha i para përgatitur, po. Programuar dhe i instaluar me një software për të vepruar në një mënyrë të caktuar, po unë nuk do të isha më njeri. Pra njeriu përkufizohet nga fakulteti më i lartë i krijimit të tij që është vetëm një fjalë, liria. Po liria bashkë udhëton me përgjegjësinë. Sepse nëse jemi të lirë, atëherë jemi të lirë për të bërë njerëzit lumtur ose për t'i hapur atyre plagë, jemi të lirë për të shëruar ose për të vrarë, jemi të lirë për të dashur ose për të urryer. Por nëse nuk jemi të lirë për të urryer, atëherë nuk jemi të lirë as për të dashuruar. Qartë. Pra, liria dhe Zoti kur e krijon njeriu në fillim dhe vendos në Eden, e ndërton mbi këtë fakultet lirie. Pra njeriu është përgjegjës të mirë administroj lirinë e tij si një nga fakultetet më të larta që na bën ne të jemi njerëz. Në këtë rast, Marksi vjen dhe ta rrëmben lirinë. Dhe thot, do të rrëmbej lirinë e fjalës, lirinë e shprehjes, lirinë e ndërgjegjjes, lirinë e besimit, lirinë e pronës dhe do ndërtojmë shtetin e diktaturës së proletariatit, sepse atë që mendimtarët e mëdhenj, që nga Aristoteli, Platoni, Agustini i Madh i Hipos, po flas për
këta mendimtarë të mëdhenj nga bota e filozofisë që ishin teist, pra që besuan. Dhe profetët nuk e ndryshuan dot botën nëpërmjet fjalës edhe lirisë së vullnetit të njerëzve për ta mirë administruar lirinë e tyre, thot Marxi, ne do ta bëjmë si nëpërmjet diktatit ligjit, nëpërmjet forcës dhe dhunës së ligjit. Për këtë arsye tani mua më kujtohet gjithmonë nëna ime e shkret, që do të hyrte autobusit nga medreseja, do zbriste në qendër, do merrte autobusin tjetër që do shkonte ke uzina traktori. Dhe baba im që do i dilte përpara natën, në dimër apo në verë, për ta prit, edhe për të bërë atë për të ardhur te Krishtlindja e dytë. Krishtlindja e dytë. Po jo, përpara Krishtlindjes së dytë mund të bëj edhe një pyetje tjetër, se duke qenë se përmendëm Big Bangun edhe pastaj shëndrimet e tjera. A e pranon feja kristiane shkencën, pra gjitha ato që ne na vinë si fakte, nëse mund ta themi, si të vërteta shkencore, si të vërteta shkencore? Duhet keni parasysh që ne qenet njerëzore zbulojmë gjërat që nuk shohim, gjërat që nuk dim, gjërat që nuk njohim. Po prandaj zbulojmë, prandaj quhet zbulime, se nuk e dim. Po ne mund të zbulojmë vetëm gjërat që aktualisht janë. Jo gjërat që nuk janë. Zbulojmë gjërat që ekzistojnë, por që ne nuk i kemi parë më parë. Apo jo? Po. Pra nëse unë këtu kam këtë klofin e syze, kam harru syze në shtëpi. Dhe klofin e mbuloj me një libër me këtë dhjatën e re që kam marrë për ju. Faleminderit shumë. Unë shikoj që atë që aktualisht është dhe që për momentin është e fshehur, unë nuk e dalloj dot, duhet dikush të lëviz pengesën që unë të gjej atë që është atje. Pra, njeriu nëpërmjet zbulimit shkencor nuk shpik gjë. Vetëm zbulon atë që është, po. Gjëra që janë, po që se dinte, por që nuk e dinte më parë. Tani këtu shkojmë tek rrethi i njohjes dhe rrethi i madh i mosnjohjes. Ne dim, Sokrati thot një gjë që s'dim asgjë, po ne dim diçka, njohuria jonë është e pjesshme. Dhe është gjatë gjithë kohës në evoluim, por nuk zbulojmë. Çdo ditë marrim. Por nuk zbulojmë gjëra që s'janë. Zbulojmë gjëra që aktualisht janë, por gjëra që aktualisht janë në esencë apo në ekzistencë, pra në thelbin ton apo jashtë thelbit ton, janë vendosur aty nga dikush tjetër. Për shembull, elefanti në roz nuk kemi shans ta zbulojmë sepse thjesht nuk ekziston. Atë nuk e dim ne. Pra, ndarja e atomit. Po. Ne nuk e dinim që atomi mund të ndahej dhe nëpërmjet ndarjes së atomit njeriu mund të krijonte një armë të tmerrshme. Por duke ndarë atomin, njeriu mund të krijojë një kurth të jashtëzakonshme që mund të ndërhyjë deri brenda qelizës. Pse ne e përdorim së pari për të sjellë diçka që mund të dëmtonte përpara për të zhdukur një qytet. Kjo është pyetje. Kjo është pyetje e madhe. Ky është elefanti thon. Kjo është pyetje. Atëherë kthehemi në Eden. Tek mëkati fillestar. Çfarë thash? Liria na përkufizon si njerëz, por liria bashkë udhëton me përgjegjësinë. Zoti mund ta ndërtonte njeriu si një automat. Pak të fakultet lirie. Po, edhe ishin rregull gjërat ashtu. Zgaboje, s'dilja nga plani, ishte. Po, as nuk do të doje, as nuk do të dashuroje dot. Po. Pra njeriu nuk do të ishte i lirë. Sikundër nuk do të urresh dot. Pra përgjegjësia na bën të jemi njerëz që janë thirrur ta mirë administrojnë lirinë e tyre, këtë fakultet që është në thelb është i frikshëm për ta imagjinosh. Zoti na paska besuar një atomin. Adami dhe Eva nuk e kishin njohurinë në atë kohë se si mund të ndahe atomin. Nuk mendonin për atomin. Agustini i Madh i Hipos në shekullin e 5 nuk e kishte këtë njohuri. Po as ne nuk është se mendojmë për ditë për atomin, po kupton, jetën e përditshme. Jo dakord, po më që po flasim ne tani për rrethin e dijes dhe mosdijes. Që është zgjeruar pra rrethi i dijes, po. Mirë po Zoti i gjithdijshëm, me shumë mundësi që duhet ta dinte përpara se njeriu të krijohej që kjo përgjegjësia që Zoti i jep ka njerëzve për ta mirë administruar apo keq administruar lirinë e tyre, që ka jashtëzakonshme, sepse në duart tona sot kemi fuqinë e atomit, sepse fuqia e atomit përkthyer është fuqia e lirisë. Pra është liria në thelb që na çon qartë. Nëse u them së bashku me të për ta mirë përdorur ose keq përdorur. Tani Martin Luther Kingu i famshëm, diku nga vite 60 në një material tin thot
I cili ishte gjithashtu e pastor, Ishte pastor, po. Po, ishte pastor. Dhe u përfshi shumë në këto çështjet e kauzat e mëdha civile, shoqërore etj dhe shumë interesante jeta aty. Gjeni ngjashmëri pse? Jo, në fakt e tha me ironi pastori, kjo është shumë interesante jeta e tij sepse jo ngjashmëri në dimensionin e lloj të kauzës, po të qenit aktiv. Aktivizmi. Edhe personalitetin tim. Pra, unë kam studiuar jetë shumë edhe biografitë shumë personaliteteve botërore, por ka diçka interesante. Ky thot arritëm të shkurtonim kohën. Që do thot, përpara njerëzit u thonin me karrocë apo me anije, për të shkuar nga një kontinent tek tjetri, do të zgjasë rruga me disa javë. Po. Tani i thot me avion, nëpërmjet avionit ne shkurtojmë kohën. Në përpjekje thot për t'i vënë zinxhir kohës, për ta maksimizuar kohën në përdorimin ton, ne kemi dështuar tek të bërurit njerëz. Pra prapi kthemi bisedën tonë në fillim fare. Njeriu mbetet po ai problemsjellës, po ai që në fillim fare person që raporton frikën, raporton ndotjen që mbart brenda dimensionin moral dhe shpirtëror, intrigën, xhelozin, çmirën, rivalitetin, dëshirën e madhe si rrethoj këtij boshllëku kaq të madh të shpirtit për më shumë, një grop që nuk mushet kurrëherë me konsum, nuk mushet me konsum, me materializëm. Këtu dështoi Marksi. Marksi mendoi që prapte Marksi mendoi që mund ta komportonte njeriu me idenë e kulturës në dimensionin e librave, materialeve etj dhe në Shqipëri në kohën e komunizmit ka pas shtëpi kulture në çdo lagje. Po, në çdo po. Shumë pranë vendi ku jemi ne tani këtu, zëvendësua një kishë katolike që ka një kryq të madh fare në Tiranë, dihet nga gjitha anët, kisha e Zef Pllumit, Padre Zef Pllumit. E bën shtëpi pioneri. Po dalim këtu e shohim duket këtu. E bën shtëpi pioneri dhe unë atje kam mësuar të bëj fizharmonikës kur kam qenë fëmijë i vogël. Në fakt, jo vetëm ndërsa unë kam menduar, duke e ditur që është lagja jote këtu, mendova se atje ke qenë pastorti. Nuk e dija që ishte kish katolike ajo, Është kish katolike. Po boksin këtu ka qenë diku rrotull? Po prit të themi se do vemi te boksi, do shkojmë tek boksi. Pra, do na e thuash Krishtlindjen e dytë se përpara se të shkojmë edhe tek leximtari. E di pse mora si pikë referimi Marksin, sepse do të na ndihmoj tek pjesa mbase tjetër, nëse do të trajtojmë disa çështje që lidhen me aktivizimin tim ose aktivizmin tim për çështje socio-kulturore ose politike. Do ta trajtojmë. Lidhet marksizmi kulturor me marksizmin ideologjik të kohës kur u implementuan nëpërmjet komunizmit. Unë mendoj që s'ka asnjë lidhje fare, unë personalisht, megjithatë ky është debati që do ta bëj interesante pjesën e dytë, po na thuaj Krishtlindjen e dytë të veçantë në jetën tënde. Krishtlindja e dytë e veçantë ka qenë në Shkodër. Pra, unë dhe Linda ikëm në Shkodër në 95-ën dhe jetuam atje 5 vjet. Në 97-ën ndodhi kataklizmoja e madhe këtu, përmbysja e madhe, përpjekja për të rrëzuar shtetin, rrëzimi i shtetit, që ky ishte në thelb, domethënë edhe gjithë përpjekja e 97-s, revolucioni ishte rrëzimi i shtetit. Shqiptarët fatkeqësisht një pjesë e tyre nuk e di që piramidat financiare u përdorën për të rrëzuar shtetin, në atë mënyrë se si u përdorën. Vajzat shqiptare u trafikuan në perëndim nga plagët e shoqërisë shqiptare. Me rreth 2000 apo më shumë se 2000 njerëz u vran për shkak të plumbave akcidental, për shkak të atentateve që bëheshin, gjakmarrjes që filloi të merren atë kohë në mënyrë krejt tjetër. Në ato vite, pra 97 ne ishim në Shkodër. Shumica e misionarëve të kishave edhe të fesë u larguan, misionarët e huaj, të tërhequr nga ambasadat e tyre. Misionarët nga Amerika, nga Skandinavia, nga Britania e Madhe, Gjermania u larguan gjithë. Dhe këta misionar kishte disa kisha në Shkodër në atë kohë, protestante. Thanë ne po largohemi, pastor të lutem kujdesur dhe për grigjat tona, komunitetet tona të besimit. Dhe unë po i them që atë dimrin e 98-s tani, sepse filloi në mars të 97-s ajo historia e madhe e rrëmujës, djegjes etj. Në Shkodër u doq komisariati i policisë 2 herë. Dhe për një vit ne nuk kemi pas atje rend publik. Pra aty gjithçka mund të ndodhte, ishte si Wild West, pa rregulla, gjithçka. Shumë njerëz morën gjithçka që kishin mundësi të merrnin dhe u larguan nga qyteti. Unë e parë si tradhti ikjen, largimin. Natyrisht që gjë e parë që mund bëja kthesha në Tiranë. Edhe në Tiranë. Se ju kishte shkuar për shërbim në Shkodër, për mision. Dhe në Tiranë normalisht unë kisha nënën, gjyshen time, motrën, maman time, babai më kishte vdekur në 91-shin atë kohë. Pra kisha 3 gra për të kujdesur për to.
Mi po e pash si tradhti iden e ikjes nga thirrja, nga përmbushja e kësaj thirrje prej misioni. Dhe jo vetëm që duhet kujdesesha për këtë grigj që unë kisha për të kujdesur prej vitesh, por edhe për këto komunitetet e tjera të këtyre misionarëve që ishin larguar nga qyteti. Se ti kishin lënë në kujdes. Dhe njerëzit dilin nga shtëpia në atë kohë për disa muaj në ora 9:30 e paraditës dhe ktheheshin në shtëpi nga ora 12:30, 1 e drekës dhe rrugët boshatiseshin. Neve çdo mëngjes mlidheshim për lutje. Luteshim Zotit bashk, burra dhe gra, të rinj dhe të reja, që rendi të ristabilizohej, që paqja sociale të kthehej, shteti të rivendosej. Dyqanet ishin mbyllura, nuk kishte ushqim. Pra kishte njerëz që kishin lek, po s'kishin ushqim. Dhe në ato kohë, unë kujtoj Krishtinën e parë që ishte fundi i 98-s, pra dhjetori 98-s, pas marsit, më fal, i bie jo, i bie 97, pas marsit, po. Dhjetor 97-s, ka qenë një Krishtinë që e kemi festuar paradite dhe gratë, burrat si në ushqim nga shtëpia e tyre, ndanin me familje që nuk kishin. Dhe atë që ndanin mes nesh, një pjesë ndanim dhe për më nevojtarët e nevojtarëve në komunitetet ku ne jetonim. Pra kjo është një Krishtinë shumë e veçantë që nuk do harroj kurrë ndonjëherë, se si në atë kohë unë me një biçikletë dhe biçikleta unë kujtoj kishte një hekur mes. Po. Kishim vendosur një tip syngjeri atje, tek hekurin mes, unë mbaj lindën biçikletë dhe udhtonim bashk në rrugë për të shkuar nga shkolla e ndërtimit që është në hyrje të qytetit të Shkodrës drejt bashkisë, aty kishim kishën drejt qendrës së qytetit. Dhe nga trotuari ishin disa djem që shtinin me kallash në ajër. Ndërkohë, për bri biçikletës, në kohë që unë po ecja me biçikletë, ne po udhtonim me biçikletë të dy bashkë në një biçikletë. Ishte një Benz 240. Ka qenë kishte djem të rinj që kishin dalë nga gjysma trupit tyre jashtë dritareve dhe ata shtinin dhe për një moment saktuar e gjetën veten në një botë surreale mes një çatije të padukshme se plumbat ne nuk mund t'i shikonim. Dëgjonim vetëm zhurmën. Pra këta shtinin këtu nga makina, nga dritarët e makinës, këta nga trotuari dhe ju aty në mes. Këtu në mes me biçikletë duke shkuar në kish për të mbledh grigjen që të kishim kohë lutje dhe ngushëllimi dhe inkurajimi për jetën e njerëzve. Pra kjo ka qenë një nga krishtinëritë e veçanta për mua. E bukur, histori e bukur. Tani do shkojmë tek librat.